shpërputhja nërmjet votave për ju dhe votave të vetëvendosjes për asamble komunale. Nëse po thoni asnjë kryetar s'ka kalu ma keq se për Parim Rama, s'majnë mend që vetëvendosja ka kalu ma keq në asamble, se sa medale treta, medale mas PDK-s në Prishtinë, 21.800 diçka vota, 35.000 për ju. A ka shpjegim që kjo punë? Në vitin 2021, vetëvendosja në zgjedhjet lokale në Prishtinë kishte rezultat të tillë. Ishin diku mbi 36.000 vota për kandidatin për kryetar dhe diku rreth 26.000 vota për asamble. Në këto zgjedhje, pra 4 vite pas, për kryetar jemi në mbi 35.000 vota, pra afër rezultatit të vitit 2021, ndërsa për asamble jemi në rreth 22.000, ndonë sekretar garuan pa listën Guxoj, cila kishte listë të vetën, dhe ata janë në rreth 2.000 vota, që janë në total që nëse i mbledhin prapë rreth 24.000 vota. Edhe alternativa kishte listën e saj. Pra në krahasim me vitin 2021, kur kemi garu bashkë me këto parti, nuk është që kemi rënje të madhe. Këtë herë, dalja ka qenë më e madhe, prandaj e ka shkaktuar edhe këtë rënje në përqindje në total, që në asamble është reflektuar në numrin e asamblejistëve. Megjithatë, unë besoj që në listën tonë ka ndodhur diçka që nuk ka ndodhur më herët në Kosovë. Ne nga numri asamblejistëve që presim tash të hyjnë brenda, pjesa më e madhe janë gra, pra raporti është diku 7-5, nëse do t'i kemi 12 asamblejistë, nëse do t'i kemi 11, është 7-4 për gratë. Pra pjesa dërmuese atyre që kanë hyrë në asamble nga vetëvendosja janë gra, jo vetëm që s'ka pas kuotë, nevojë për kuotë, por ndoshta për pak do të aplikohej ajo kuota e kundërt për burra për herë të parë në Kosovë. Besoj që kjo tregon edhe një lloj cilësie të kësaj liste. Në anën tjetër, lista Guxoj do ta ketë një asamblejist brenda, dhe unë në paraqitjen time të parë televizive, shumë para fushatës zgjedhore, kur është shpall kandidatura, kam propozuar një model ndryshe të vendimarrjes në Asamblenë e Prishtinës, konkretisht për çështjet e mëdha, si PZK-ja, si menaxhimi i ndërmarrjeve komunale dhe vendimet e tjera të mëdha, për të kërkuar një lloj konsenzusi mes të gjitha partive, pa marrë parasysh nga cili background vinë ata. Secili asamblejist i zgjedhur është aty me votat e qytetarëve, ka legjitimitet të plot për vendimarrje, dhe unë besoj që një kryetar komune duhet synoj, sidomos për vendimet mëdha, konsenzus në vendimarrje. Nëse njëherë do ta bëjmë PZK-n, duhet ta bëjmë si duhet, sepse PZK-ja, kur të miratohet, do t'i përcjell disa kryetar në vite dhe mandatet në vit. Vërtet, po nëse dikush ka rënë me idenë që ka me bo dikun mbi kalim, edhe dikush tjetër ka rënë me idenë që ka me bo nën kalim, në PZK-n jonën keni me bo, se së një bëni dyjat. Saktësisht, tash PZK-ja... Po më thu konsenzus, duhet me ta pranu që t'inglon bukur, po ashtu t'inglon e pa mundshme me aq sa unë e përcjellë politikë.